Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit tonë Al Fala. Sot me ju moderator Dardan Gashi dhe gjithashtu me ne Hoxh Sinan Rushiti. Hoxh, Assalamu alaikum. Mirë se u takuam përsëri. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se u takuam. Hoxh, si të kam sot? Bukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak si ftohtë, po mirë, Hajde inshallah. Hoxh, alhamdulillah që je mirë, sepse sot e kemi një temë pak se të ndihshme e kemi. Do të thonë do të më kanë në formë për këtë temë. Formë për këtë temë. Unë nuk jam çastet në formë, po hajde inshallah. Hoxh, në këtë episod inshallah do të flasim për disa komente të cilat i kena postë në reelsat, videot të kaluar, cila u kon tema për pyetjet dhe përgjigjet ndaj problemeve rreth martesës. Para se t'ja fillojmë, do t'i falenderoj sponsorët dhe vëllezërit dhe motrat që kontribuojnë për këtë projekt. Allah ju shpërbleft të gjithë dhe ja bof nasib xhenet. Amin. Bismillah, të fillojmë. Po lirisht bismillah do kom shtetur në Allahun. Po inshallah, unë thjesht e kemi marrë me stafin, e kemi marrë pyetje direkt ose komente direkt, nuk i kemi trajtuar, i kemi lënë sa më natyral, që edhe tash më lehtë është për ty ndoshta me kuptuar thelbin e pyetjes. Ato janë komente për problemet, shqetësimet e tyre bashkëtorë, jo diçka ndaj neve, apo? Jo, problemet. Se siç u kam thënë më para, nuk preferoj, nuk duan të hym në komentet e njerëzve çka mund të thonë për ne, mos ta humbim energjinë dhe kohën, se gjëja do kesh njerëz të cilën ndoshta do të kritikojnë ose do të thonë disa fjalë jo të hijshme. Jo, këto janë reagimet individuale ndaj vetvetes. Ndaj vetvetes. Bismillah. Do thonë komente i parë që ja nisëm fillon kështu. Nuk e di a numërohen lotët e mia një jetim e rritur si mos me keq dhe ai i mallkuar, që është e gëzoj sepse mi bente kastile të gjitha vuajtet që më shkaktonte sa më në fund dhe fëmijët nuk mi la t'i gëzoj e më urrejnë me keq se jati tyre. Se ndoshta pak vështirë mi lexu sepse kanë qenë në këto situata Hoxh i nderuar si bëhet. Dëshiron ti përsëriti? Tash mirë është ne, po edhe gjithashtu vëllezërit dhe motrat ta kuptojnë domethënë pyetjen ose komentin e motës. Se tu siç e kuptoj për fjalë për një motër e cila e përmend të mallkuar. E ka për qëllim për shejtanin apo për burrin? Për burrin, se thot si mos me keq dhe ai i mallkuar qente. Qeshte. Më fal, qeshte po. Pra si më keq posa asaj domethënë i mallkuari, pra ne vendojmë thojza që bashorti e mërton e konsideron i mallkuar bashortin e saj që ai ka keq kur se thot e çështë e gëzoj sepse mi bente kastile të gjitha vuajtet. Pra me qëllim bashorti sipas saj, me qëllim bashorti e ka bë çajo të vunë edhe posa sa që ka bë, do të thënë të vunë, po gjithashtu edhe është keq. Po. Është keq kur e ka pa atë duke vuajtur, po. Po edhe një herë piceku sipas motrës, ha. Tash nuk e dim saktësisht se çka është situata reale, nuk i kemi të dy partijat, por na po bazojmë vetëm në komentin e atij personi që ka shënu. Do të thotë çu tregova, ai ka çesh për edhe i ka gëzu kur t'ja bëjtë ato kastile vojtjet, që me shkaktonte sa më në fund dhe fëmijët nuk mi la t'i gëzoj e me urrejnë me keq se jati i tyre. Në këtë situatë Hoxh i nderuar si bëhet? Pra që kuptova tash komentin e kësaj motre, kjo motër në fillim e mërton dhe konsideron bashortin e saj i mallkuar për shkak të vujtjeve qëllimisht që ja ka bërë bashortës së saj dhe është gëzuar kur ajo ka vuajtur dhe që kuptova se kjo nuk ka mund që t'i gëzon fëmijët e saj dhe të kalon kohë me ata, por veç asaj bashortja ka rritur që fëmijët ta urrejnë më shumë bile se ati më shumë se babai i tyre. Bismillah,
masi që falenderojmë Allahun dhe ja dërgojmë salavatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Salatu wassalam. në fillim ne këshillojmë këtë motër. Këshillojmë këtë motër dhe të gjithë motrat e tjera të cilat komentojnë në rrjetet sociale, komentojnë kush me emrat e tyre dhe mbi emrat e tyre, e kush edhe fshehurazi japin komente të ndryshme në rrjetet sociale. A kishte qenë kjo një punë e mirë? A është e rrugës, a është e pëlqyeshme që motrat të dalin në rrjetet sociale dhe të japin komente të ndryshme dhe familjarët, po bashortë, po njerëzit e afërt të tyre t'i shohin dhe t'i lexojnë komentet e tyre? E di se përgjigjen vetë kishin dhënë ata se jo, nuk është e mirë. Veçanërisht kur dalin me emër dhe mbi emër dhe aty shihet kush komenton dhe çka komenton. Pra në fillim i këshillojmë që të kujdesen dhe ta kontrollojnë vetjen e tyre, të kontrollojnë ndjenjat, emocionet e tyre dhe të mos shprehen kaq shumë lirshëm rrjetet sociale dhe ata tregojnë atë privatësinë e tyre, se jeta është e mbushur me probleme, me sfida. Në këtë dynja janë problemet, e çdo kush është sprovuar dhe sprovohen në një farë mënyre. Tash ka motra gratë që sprovohen me bashortet e tyre, po ka burrë që sprovohen me gratë e tyre. Pra e kundërta. Kështu që dikush është i sprovuar në shëndet, dikush në pasuri, por gjërat private duhet ruajtur dhe nuk duhet përhapur veçanërisht në rrjetet sociale. Kjo është si këshill. Allah e forcoft atë dhe neve të gjithë dhe na uzoft në rrugën e drejtë dhe të vërtetë. Pastaj nuk është buri i shejtan, se kur thot i mallkuar e ka për qëllim pra e mallkon ashtu siç mallkohet shejtani. Nëse konsideron njeriu shejtan, automatikisht e konsideron pa besimtar. Nëse fetarisht nuk lejohet ti thuash njeriu shejtan. Sepse kur ta e martosh si shejtan, automatikisht ti e konsideron i dalur prej fesë islame. Sepse shejtani, i mallkuari, është pa besimtar dhe nuk ka krijesë më të shëmtuar se djalli se shejtani. Dhe kur dikush don me të vërtetë ta shprehë atë urrejtin, inatin e tij ndaj dikujt, e marton si shejtan ose si i mallkuar. Pse? Sepse s'ka ma krijesë më të shëmtuar se shejtani. Nuk ka krijesë më të shëmtuar se shejtani. Andaj ky mallkim dhe ky përshkrim nuk lejohet fetarisht. Po marr parasysh se ai çka ka bo ose sa ka gabu, çka ka gabu, por nuk duhet të bësh një të gabim edhe ti. Ke parasysh se askush nuk e din atë dhe askush nuk i din vujtë çka ti ka bo. Por tash njerëzit gjykojnë sipas postimit tënd, në atë se ti çka shënon. Pastaj normal çdo kush jeton atje ku jetoni. Kjo moto për shembull ku jeton, me siguri ka hoxha aty diku afër saj. Ka me këtë çaja halle dhe kujt ti ankohet, por jo rrjetet sociale. Rrjetet sociale vetëm njerëzit mund të marrin një brat kurrë tjetër. Pra nuk lejohet që kjo të bëhet. Pastaj i kthehemi bashortit të saj, që ta ketë frikë Allahun subhanahu wa taala, ai dhe çdo kush tjetër që mos t'ju hynë në hak motrave, mos t'ju hynë në hak grave, për shkak se gratë siç e kemi cekur gratë janë emanet, nuk janë lojë për të luajtur me ata, janë emanet dhe duhet ta mirë menaxhojmë jetën me ata. Të shprehim dashurinë që ka shprehur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të jemi shembull për ata dhe ata janë shumë të ndjeshme, edhe kështu që kur ata shohin atë forcinë, atë butësinë tonë, atë sinqeritetin tonë, atë mundin, kontributin tonë, edhe mënyrën se si ne mundojmë të udhëzojmë dhe të drejtojmë ata dhe t'u korrigjojmë gabimet atyre, pa pikë dyshimi, pa marrë parasysh sado që të jetë e devijuar, sado që të jetë e dobët, ajo me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të udhëzohet dhe do të qëndron afër bashortit të saj. Lusim Allah që të udhëzon bashortin e saj dhe të kërkon falje për bashortes së tij për mundimet që ja ka bë asaj, për vujtjet, edhe gjithashtu t'ja mundson që t'i sheh evladët e saj, sepse evladët e tij janë edhe evladët e saj, është nanë e evladëve, është nanë e fëmijëve që ajo ka hak të drejtë, ashtu siç ka hak të drejtë edhe ai, dhe ajo përvlohet për evladët e saj që ashtu siç përvlohet edhe ai. Kështu që shumë burra
Fatkeqësisht që si shkak divorci, domethënë ku ka hyrë në hak nënave, po ka edhe anasjelltas ku nënat për shembull në aspektin ligjor gjyqësor kanë marrë të drejtën ato dhe nuk ka mundësi që ti shohin fëmijët e tyre. Kjo është një zullum i madh. Pa marrë parasysh ka paraqitet mes atyre dyve, nuk duhet me vujt fëmijët. Nëse ju si prindër, babë, nën, s'kini mujt ta mirë menaxhoni jetën tuaj, ose ja keni plotësuar dëshirën e shejtanit që të vjen deri në ndarje, divorc, pse duhet me vujt fëmijët tuaj? Pse duhet ju me i bë sakrificë fëmijët tuaj? Pra ju çka do bëni mes vetë, po fëmijët e kanë të drejtën e tyre. Fëmijët duhet ta takojnë babën, fëmijët duhet ta takojnë nënën, fëmijët duhet ta ndjejnë, ta shohin atë dashurinë e babës e dashurinë e nënës. Lutim Allahu subhanahu wa taala të na uzon motrën e bashortin e saj të gjithë neve, edhe na i përmirëson gabimet. Amin. Allah shpëlbeft hoxh. Amin, amin. Hoxh vazhdojmë me komentin tjetër. Një motër thot, vëllahi, ata që i bojnë dikujt zullum, kur s'kan me gjetë paqë në shpirt vetën, pa marrë parasysh kush është ai person. Mirë, këtu normal masi që video dhe tema ka qenë për motrën, për gratë dhe kur gruaja çan në heshtje. Kjo është ka qenë epizod kur gruaja çan në heshtje. Pra normal se këtu bëhet fjalë për bashortin që i ka bërë zullum bashortes së saj. Në ditën e ahiretit të gjithë gjërat do të dalin në shesh, të gjithë padrejtësitë që janë bërë, të gjithë dëmet, mundimet, vujtjet që ja kemi bërë njëri tjetrit, nëse nuk kemi kërkuar halallëk gjatë jetës tonë dhe nëse nuk ja kemi fal njëri tjetrit, do të vijë ajo ditë kur do të shfaqen të gjithë gjërat që kemi bërë. Kështu që pa marrë parasysh siç e cek motra, pa marrë parasysh kush është ai person, është bashorti, është vllau, është dash, miqja, por bashorti si njeriu më i afërt i bashortes nuk është ai që do t'i bën zullum bashortes së ti, por duhet t'ia shpreh dashurinë asaj dhe t'i ndihmon asaj. Fatkeqësisht raste të këtilla kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë, ku bashorti ose bashortja i bëjnë zullum shumë më të madh njëri tjetrit në forma, mënyra të ndryshme. O me ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Thot Allah subhanahu wa taala, kush bën një të mirë, qofsa grimca, a do ta sheh, do ta gjejë në ahiret. O me ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Dhe kush do të bën një të keqe, qoftë sa grimca, do ta sheh atë. Pra, këtë ajet jam mbështesim si argument fjalës së motrës se kush do të bën ose bën zullum, ai nuk gjen paqen në zemrën e tij. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë se bashorti ose bashortja që i bëjnë zullum njëri tjetrit, kurit rahatlëki nuk do të gjejnë, sepse rahatlëki, qetësia shpirtërore nuk gjehet përmes zullumit, përmes të keqes. Nëse dëshiron njeriu që të jetë i qetë, i kënaqur, shpirtërisht duhet të bën mirë, jo keq, sepse e keqja të shkatron shpirtin, e mira ta kënaq shpirtin. Ma mërmendja se edhe shumë persona bazohen në pamjen të jashtme. Për shembull, cejko se pak ma mirë se çka po du me thonë, për shembull që e person cili bën zullum, ndoshta prej pamjes të jashtme duket që është i lumtur. E këto shumë njerëz kur dikush i bën zullum thonë, po Allah na thotë se këta persona nuk gjojnë rahatlak, po pi shumë që janë të lumtur. Harrojnë se kjo është një pamje ndoshta jo e vërtetë. Shumë me vend vllajm, kështu Allahu subhanahu wa taala zullumçarët gjoher i lën deri në momentin e fundit, në momentin kur do të rrotullohen syt. Yawma tashkhasu fihi al-absar, është momenti i vdekjes. Zullumçarin kur Allahu e lën dhe nuk e sprovon vetëm e lën edhe ku të tjerët mendojnë se ky është në gjendje më të mirë shpirtërore dhe dynjallog dhe ky han kënaqe që jo, ai është në gjendje më të rëndë, më të vështirë. Pse? Për shkak se Allahu subhanahu wa taala atë e kalan anash, e kalan deri në momentin kur ti vjen me leku i vdekjes dhe t'ja merr shpirtin. Kemi shumë për atyre të cilët janë shumë të këqij në shtëpitë të tyre e bojnë të mirë me njerëzit e tjerë. Pra, shtiren kim se kanë jetë të lumtur me shoqërinë e tyre, me njerëzit në përgjithësi, por në shtëpi janë gjarpër, por në shtëpi janë helm për familjet e tyre. Allahu na ruaj nga këto njerëz. Dhe u themi gjokujt, mos më bë i mirë nëse ti nuk je i mirë me familjen tënde. Mos më shtir kim se je i mirë nëse ti nuk je i mirë me familjen tënde. Është e kot. E rastet të tilla ne dim shumë. Dim shumë sepse kemi xhamat, kemi njerëz dhe dim që mesin e njerëzve ti thoj ky mashallah me barik diamant, kurse për familjen e tij është helm, vujtje.
Vujtje. Edhe kurit ai nuk mund të jetë i mirë para syve të mia. Kur unë e di gjendjen e tij reale, kur unë e di se sa është i keq ai për familjen e tij, e di se sa është i keq për bashkëshortin e tij, për fëmijët e tij. Ai sa do të shtiret jashtë se është një njeri i mirë. Allahu subhanahu taala kur nuk do të jep sukses atij mesin e shoqërisë. Pse? Për shkak se do të filluar prej te familja. Do të jesh i suksesshëm nëse je i suksesshëm në familjen tënde. Nëse nuk je i suksesshëm në familjen tënde, ti nuk do të jesh i suksesshëm as në mesin e shoqërisë. Allah shpërblet hoxh. Bashkë. Vazhdoj me komentin e radhës. Allahu i marroft e dërman mos gjefshin varrin ku ju bëft ser zjem i nxehtë. Kjo ka qenë domethënë një motër, besoj e cila ka komentuar. Është pak që sharaki është edhe për të qajtur, po përzihen emocionet tash kjo. Na mendojmë se e ka shënu kundër burrit apo ish burrit. Tash ai ka pse pos. Video është aty. Ne bazojmë mbas videos. Po. Edhe një herë çka thot? Thot Allahu i marroft e dërman mos gjefshin varri ju bëft ser zjem i nxehtë. Domethënë mallkime e lutje kundra bashortit. Por veç mallkime, po veç asaj edhe lutje që edhe dënimin ta gjejnë në varr. Pra varri ti bëhet zjarr. Mos e kish më thon po mos e bofshin veten na mallkojnë gratë. Me bof jetën me të mallku gruaja mallkimet më të rënda ti bën. Mallkimet më të rënda, lutjet më të rënda që mund t'i bën gruaja kur t'i bën subhanallahu alazim. Allah na ruaj. Amin. E tash i këshillojmë motrat. Keni frikë Allah subhanahu taala. Se ju jeni të sinqerta. Edhe besoni vetëm në Zot, vetëm në Allah. Mos mallkoni. Vujtje më të mëdha e ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por nuk ka mallku. Sepse ka thënë unë jam dërguar rahmet për njerëzit, për ummetin. E ne kemi shembull pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Neve nuk na lejohet me mallku përpos se atë që ka mallkuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Neve nuk na lejohet as bitain as kështu në veçanti, në mënyrë direkte ta mallkosh një pabesimtar. Nuk na lejohet përpos se në raste të veçanta. E ty kush ta lejon ty me mallku burrin? Kush ta lejon me mallku burrin? E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, mallkimi i besimtarit është sikur vrasja e tij. Me mallkun, i besimtar sikur me vrah. Sikur me vrah. Masi bashortja e mallkon bashortin e saj. Le mos të pret pastaj diçka pozitive përpos se vujtje. Unë tregoj një rast lidhe me këtë lutje kundra bashortit dhe mallkime. Ishte një vit që niseshin për në haç. Niseshin për Maqenisë me autobus bashk, njerëz të ndryshëm për qyteteve të ndryshme. Edhe një vëlla i cili nga Gostivari jetonte në Amerikë, kishte ardhur për Amerikës në Maqeni dhe ta bën haxhin bashkë me ne për atje. Edhe unë nisëm rrugës duke udhëtuar me autobus diku 3 ditë, ke parasysh Turqi, Siri, Jordan, Saudi. Edhe gjatë rrugës gjatë atyre ditëve udhëtim, lëvizi, fol me njërin, fol me tjetrin, po ulu aty për dhe flasim, bëjmë muhabet. E kjo vëllai i cili kishte ardhur për Amerikës për ta kryer haxhin për Maqenisë, nuk fliste me bashorten e tij. E këtë histori ma tregoi gjatë udhëtimit. E i thash pse? Tha hoxha unë nisa tha për haxh, ama tha me gruan tha nuk foli. Thash pse? Tha e kisha tha nanën në Amerikë. Edhe në vizitë tha te unë, po nuk ma deshte tha nana. Nuk ma deshte nanën. Dhe kjo e bën që shumë pastaj motrat ta hupin respektin dhe dashurinë e bashortëve të tyre për shkak se ata nuk ja respektojnë nanën, babën, burrit. E sillen keq dhe keq trajtojnë prindërit e burrit, e atëherë burri ja kthen shpinën gruas. E këtu motrat kanë shumë kujdes. Tha erdh nana tha vizit. S'ma deshte tha nanën. Nuk e deshte. Shumë keq sillesh që nuk ma deshte derisa thot për shkak të sjelljes së saj të keqe të rënd, isha e detyruar që ta marr nanën dhe t'ja rezervoj biletin dhe ta përcjelli për Maqedoni. Ke parasysh nana, bëhet fjalë, do thënë gruaja ta bën të sjell në drejtës që ti ta nxjerrish nanën prej banesës tënde. Nuk është e lehtë kjo. Thot dola thot prej banesës, jam të thot nanën për në aeroport. Mirë po thot, tu dal prej banesës po e lutus Allahun. Po bëj dua thot. I lutem Allahut, o Allah, kur të kthehem ja ta gjet vdekurja për shtrati. Për bashorten. Për bashorten. Subhanallah. E thot, kështu me një mllaf thot madh, se thot me lotën sy thot po e nxjerr nanën prej banesës time. E çova thot nanën thot në aeroport,
Wallahi thot kur u ktheva, këtë histori ma tregon në autobus duke u fthy, do të thënë duke u fthu gjatë udhëtimit për në hax. Thot wallahi thot u ktheva në banesë, kur u ktheva në banesë e gjeta për shtrati e smut keq. Subhanallah. Vun gruaja, e smut keq. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot ittaqu da'watul mazlumin. Ruajini, kujdesuni nga duaja, nga lutja e atij që është bërë zullum pa drejtësi. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një prej 3 grupeve, prej 3 njerëzve që nuk u kthehet lutja është lutja e atij që është bërë zullum. Ai kur ti lutet Allahut subhanahu wa taala mes atij dhe mes Allahut perde nuk ka. Thot kur u ktheva thot vallahi e gjeta e shir për shtrati. Përsëri thot gruaja ime. Përsëri thot unë duhet ta marr. E mora thot ta çojnë filan spital, çoj këtu bile spitalin më të njohur. E çova thot smundi të ndryshme thot. Smundi të ndryshme, po thot duhet të kujdesem, bëni të kohë thot edhe nuk flasim më. Ja thot koha thot unë nisem për hax thot edhe më thot nuk foli. Mirë thash vëllai. Ti thash u lutë kundra saj. E sikert kishte thënë o Allah udhëzoj në rrugën e drejtë. O Allah, bëne që të pendohet dhe të kërkon që ta kthejë anën banesë. A shikon si Allahu lutjen ta ka bëu kabull, ta ka pranu? Allahu do ta pranonte edhe atë lutje në vend që për të keq për të mirë. Në vend që shikoshe sherr keqte ajo smuti do shihje mirë, edhe do t'ja shikoshe hajrin ti, nana e familja gjithë. Edhe nisi të çan. Nisi të çan e kuptoi se ka gabu në lutjen që ka bëu, në mënyrën e lutjes që ka bëu. Dhe çfarë lutje ka bëu? Si do qoftë, mbritëm Medinë, ai tash gjën e parë që ka bëu, shkum, telefonum bashkëshortes së saj, e kapa telefonin, e këshillova atë edhe këtë duke çajt të dy dhe i lash të dy që të flasin dhe të rregullojnë punët e tyre. Kjo motër e cila lutet kundra bashkëshortes së saj, mundet me u lut për të, për udhëzim, hidajet. Nëse kjo është e mirë, është e ndershme, është e sinqertë, pse me u lut kundra bashkëshortit? Nëse është i keq, është zullumçar, pse edhe ti vjen në shkallën e tij? Bon dua që Allah të udhëzon, t'ja përmison gjendjen, ta vetëdijson dhe të mos bon e zullume veprime të këtilla. E çka pastaj, subhanallahu, me u lut për kundra bashkëshortit që varin Allahu t'ja bon zjarr, pak ka lutje më të keq. Një besimtar i devotshëm, a mund të lutet me këtë lutje për besimtarin? Ai bashkëshorti yt, pa marr parasysh sa zullum të ka bë. Po përsëri është musliman. A bojnë këto lutje kundra një muslimani? Pra tash kur ta shohish se përsëri ne nuk i dim ato gjërat private, ne nuk e dim kush fajtorsen, e tash automatikisht ne bazohemi në komentin dhe në shpjegimin dhe në mënyrën se si flet motra, se si poston dhe çka poston, kjo nuk është mirë. Nuk është mirë. Allahu na falte na udhëzoj. Amin. Pyetja do komenti rrodhës, Zoti t'ja kam lënë për çdo pikë lot që më del për i burrit, pa drejtësi që mi bën vetëm Zoti e ka ndosh çdo pikë lote. Kur vëllezërit e Jusufit e hodhën Jusufin në pus, dhe kur tentuan vëllezërit e Jusufit ta mashtrojnë babain e tyre Jakubin kimse e ka ngranë ujku, Jakubi alayhi salam tha unë hallin brengat e mia, tha po ja çaj vetëm Allahu subhanahu taala, pra i kam lënë durr të Allahut. Nëse lotët e motrës, vujtjet e saj, që ajo e ka lënë dorë Allahu subhanahu taala, të mos i tregon askujt, as që të poston. Sepse nëse postojnë, i tregojnë botës, ti mankohesh, sepse Jakubi alayhis salam tha sabrun jamil, tha durimi i bukur. E për të qenë durimi i bukur, duhet mos të ankohesh. Pra mos i trego askujt. Nëse e ke lënë çështjet dorë Allahu subhanahu wa taala, Allahu do t'i rregullon. Ti je bindur. Ti je bindur se Allahu do t'i rregullon dhe burin do ta përmirëson, edhe Allahu burin do ta udhëzon, ama mos u anko tek njerëzit. Mos u tregon njerëzve. Mundohuni që çështjet private sa më shumë t'i mbuloni, t'i fshihni. Mos u tregoni njerëzve se nuk është mirë. Kështu që vazhdo siç ke bërë deri tash. Çështjet, problemet bashkëshortore, mosmarrveshjet, t'ia lash në dorë Allahut subhanahu wa taala dhe të kërkojsh ndihmë për Allahut dhe lutu Allahut për udhëzimin e bashkëshortit tënd. Bash për left vazhdim. Vazhdoj me komentin e radhës. Domethënë kjo është një vëlla i cili shënon këtë herë. Ku ka grosod që çojnë në të vërtet janë lot krokodilli.
janë burrat sot që çojnë nga paknatësia e gruas, se gratë e sotit i kanë degeneruar Evropa dhe nuk e kanë frikë Allahun. Kjo është një farë lloj paragjykimi, se mund të ketë motra të tilla, Allahu ju zoft ata dhe neve, por është një farë lloj paragjykimi se çajnë me lot krokodilli. Nuk mund të thosh për gjithë gratë ashtu, ka gratë që me të vërtet çajnë nga vujtjet që i kanë, që u bojnë bashortët e tyre, por ka edhe prej motrave që bojnë bashortët e tyre të vujnë gjithashtu, për shkak të mos respektit të tyre, e si që se ka rastin. Por jo. Motrat si motra janë të dobësuar ose janë të dobta ashtu si qemi edhe ne. Ti ndalim paragjykimet. Ti ndalim justifikimet dhe t'ja hedhim faj njëri tjetrit. Pa marrë parasysh ti e burr. Ti e burr dhe ti e përgjegjësi i familjes dhe ti e shembulli për familjen. Pa marrë parasysh edhe nëse themi ajo çan me lot krokodilli. Hajde ti afroje, uzoje, puno me ta. Jep mund. Derisa të mundesh, e shef nëse me të vërtet mundi yt, kontributi yt, tentimi yt për ta udhëzuar atë në rrugën e drejtë dhe për t'ia përmirësuar gabimet asaj, hedhen poshtë dhe nuk merren konsiderat, atëherë zgjedhja vetme është divorci. Se edhe divorcin Allah subhanahu wa taala e ka lënë si zgjedhje, si alternativë. Mirë po jo me paragjyku motrat, jo me paragjyku gratë, dhe ne e dim atë se ka prej motrave që i maltretojnë burrat e tyre dhe ka prej burrave që i maltretojnë gratë e tyre dhe thirrja është për të dy gjinit. Thirrja është për të dy gjinit. Motrat të cilat i maltretojnë dhe nuk i respektojnë burrat e tyre, keni frikë Allah subhanahu wa taala, sepse ka e di që prej burrave kajnë për shkak të vujtjeve. Edhe këto raste sytë e mia i kam pa. Se për çdo ditë kemi raste të ndryshme te xhamia. Pra që burrat kajnë për shkak të tradhtisë që ja ka bën gruaja. Vujtjeve që ja bën gruaja dhe kundërta, çan gruaja dhe nuk e lën burrin. Nuk largohet prej tij edhe pse ai e tradhton. Edhe e maltreton e kështu jep vujtja asaj. Pra, mos ta paragjykojmë njëri tjetrin, mos miremi me gabimet e të tjerëve, por nëse bashorti merret me gabimet e veta dhe bashortja me gabimet e veta, kështu rregullohen problemet dhe heci para, sepse qëllimi është arritja e kënaqësisë së Allahut. Burri i din obligimet, detyrat e tij ndaj bashortës, bashortja i din detyrat, obligimet e saj ndaj bashortit. Hoxh komentin radhës, gjithashtu shtu një motër cila e ka shënuar, është pak e gjatë, kështu që nëse është diçka e pakjorte, e ripërsërit inshallah. Të gjithë këta burra që ankohen për gratë e tyre sepse nuk i respektojnë, janë po ato burra që nuk qohen të ndihmojnë rreth punëve të shtëpisë ose rreth fëmijëve, sepse sot në këtë kohë që po jetojmë grave ju kërkohet të bëhen burra, nëna, motra, gjyshe e tjerë. Edhe gratë janë njerëz more, le të shohim një herë burrat se si është të mos respektohen, sepse ne gratë çdo ditë kemi mos respekt ndaj burrave. Okej, këtu janë dy gjëra. Prej burrave. Të ashtu dy gjëra e kuptova në atë se burrat të cilët ankohen prej gratëve të tyre për mos respekt, pra janë ato burra të cilët e kanë bërë vetin e tyre të mos respektohen për shkak se ata asnjë ndihmë nuk ofrojnë familjes së tyre. Sepse shumë përgjegjësi u ka lënë grave të tyre edhe pse ata duhet gjithashtu të ndihmojnë këtë drejtim si fëmijët, pastrim e kështu me radhë. E dyta është që kuptova se masi që ata nuk ndihmojnë, e kanë bërë veten që mos t'i respektojmë, e çohin demek po ua kthejmë, me një fjalë çohin se si është mos respekti. Pra, gjë e parë se bashorti duhet t'i del në ndihmë bashortës së tij. Bashorti duhet t'i del në ndihmë bashortës së tij në çdo gjë. Sepse nuk ka person tjetër që mundet më së shumti t'i del në ndihmë bashortit se sa bashorti. A do prej se bashorti dikush tjetër vjen t'i ndihmon bashortës së tij. Ajo është. Kështu që bashorti pos që e ndihmon familjen e tij në shtëpi, ai kryen edhe punët e tij, obligimet e tij jashtë shtëpisë së tij.
sepse më së shumti që ka emanet përgjegjësi për mirëmbajtje kujdesit familjes është bashorti, edhe kështu ka renditur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke përmend në fillim bashorti, pastaj bashorte. Pra bashorti masi që ti kryen detyrat, obligimet e tij jashtë, nuk do të thotë se u kry puna, kur vjen në shtëpi, sheh se familja e tij, gruaja e tij ka nevojë për ndihmë, është lodhur me fëmijët e saj, i ka 3-4 fëmijë, është lodhur me fëmijët e saj. Çan njëri flen tjetri kërkon tjetër send, tjetri kërkon ushqim, pra pa ndërprej. Pastaj bëhet fjalë për mirëmbajtjen e shtëpisë, banesës, pastrimin, pa tesha, pa ushqim. Kur çohish punën, angazhimin më të madh e ka gruaja se sa edhe burri. Pra, me të vërtetë lështia psiqike është shumë e madhe. Kështu që masi ai kryen detyrat e tij jashtë dhe vjen në shtëpi dhe sheh se familja e tij ka nevojë për ndihmë, duhet të ofron ndihmë, sepse edhe bashorti i gruaja nuk është çmend, nuk është budalla, e kupton se bashorti edhe pse lodhet jashtë, por përsëri nuk dalet edhe brenda, sepse forca fizike gjithashtu është shumë e madhe te burri dhe mundet ta përballon. Por nëse burri e bën një punë shumë të vogël edhe arsyetohet me atë, justifikohet se po lodhet dhe vjen në shtëpi, mbyllet në dhomë dhe as pak nuk i ofron ndihmë gruas së tij, kjo nuk është mirë, sepse nuk ishte i tillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne kemi për model më të mirë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër, motos i themi, gabimi është nëse ti ja kthen një të mënyrë ai si bon. Kjo është gabim. Demek leçohet se çka është mos respekt. Demek se nuk të respekton, tash edhe ti nuk e respekton. Nëse ai ty nuk të respekton, ai do të llogaritet për mos respektin e tij ndaj teje. Por nëse ti nuk e respekton atë, do të llogaritesh për mos respektin tënd. Dhe e keqja nuk kthehet me të keqe, po kthehet me të mirë, siç na mëson Allahu fuqiplot. Edhe besa e kemi cek në episodin e kaluar ku bashorti ndaj bashortes janë numëron gabimet dhe domethënë kundërtën që tregon se kur të shkojmë në atë drejtim nuk kemi kur far hajri prej asaj mënyre. Allah shpërblet hoxh. Bashkë me ty vëllai. Amin. Komentin fundit që kemi është ky, duke qenë se gruaja nga natyra është më e dobët, në esencë mashkulli gjithmonë me të hapin i pari dhe jam e bindur se çdo femër që merr dashuri dhe për kushtim jep shumë herë më shumë dashuri. Normal, ai i cili gjëhi duhet ta marrë hapin e parë është bashorti. Tamam, ai i cili e ka më kollaj male duke u bazuar në Kur'an dhe Sunet për të shmangur problemet, ato divergjencet, ato keqkuptimet, mosmarrëveshjet, është bashorti, dhe se nga natyrshmëria, Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar të tillë, nga natyrshmëria më e ndjeshme është gruaja. Tamam? Dhe ajo që më së shpejti që lëndohet është gruaja. Dhe ajo e cila më së shpejti që mund të kthehet e kundërta është gruaja. Kështu që nëse bashorti i merr hapat e para në fillim, do t'i sheh rezultatet e guximit të tij. Allah shpërblet hoxh. Bashkë me ty. Allah shpërblet për kohën që ne kemi marrë. Kemi arritur në përfundimin e këtij episodit. Shpresoj se mesazhi apo përgjigjet tuaja kanë arritur tek shikuesit ton. Shpresoj. Allah ju shpërblet të gjithë dhe për shikimin, i falenderoj edhe një herë të gjithë sponsorët dhe vëllezërit dhe motra që kontribuojnë për këtë projekt. Allah ju shpërblet hoxha një herë po të falenderoj ty. Allah ju shpërblet. Gjithashtu Allah. Shihemi inshallah së shpejti. Na mundsoj të takojmë për gjëra të mira të bishmira. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.